paktën deri në shkurt mars dhe sot do të kishim pak diskutime, pak probleme me çështën e buxhetit, miratimit, planifikime e këto tjetër. Pa çka që pjesa e këtyre partive ka ra pre e një ide që bashkimi këtyre forcave mund të arrisë vetëvendosjen edhe të shkojnë në orbitën e kështu me radhë. Jo, unë besoj që strategjikisht këto subjekte kanë gabu sepse është dashur ta bëjnë lojën elektoralisht çu po e luan në çdo kurti në këtë rast. Tek presidenti është dashur ndoshta në shkurt mars ta propozojë një kandidat konsensual, i cili elektoralisht do ta dëmtonte vetëvendosjen në rast se nuk qëndron minimum sallë. Pra dhe në rast se vendin e çon në zgjedhje, atëherë kryefajtori direkt do të di se kush do të ishte vetë, domethënë vetëvendosje. Për mua këtu kam bërë një hap të gabueshëm strategjik politik partitë opozitare, ish opozitare, çka unë besoj që do ta kenë pak një efekt në votën. E dyta, zgjedhjet Arben çdo herë prodhojnë zgjidhje dhe situatë re, s'ka diskutim. Edhe këtë kam thënë shumë herë, përsërisë edhe sot, edhe po të kemi rezultat të njëjtë, unë besoj që ka një rikonfirmim, një rigjetimim të krejt gjanave që mund bën me partitë mes njëra tjetrës pas këtyre zgjedhjeve. Sepse nëse ka ramje dhe të vetëvendosjes, pra duhet të ketë reflektim edhe aty, ose mbet në opozitë. Nëse ka ramje të partive tjera, dikush koka e dikujt shkon. Vjen një qëndrim i ri i subjektit politik dhe përfundon me një koalicion. Kështu që unë besoj që zgjedhjet kanë me prodhu një situatë re, që do të kemi një qeveri e cila ka me zgjidhur çështën e presidentit dhe nuk do të kemi prapë zgjedhje në prill. Edhe pse në logjikë të tillë, nëse fillojmë me komentu përpjekjen e kurthit dhe veprimit që ka bërë prej datës 9 shkurt, neve na çojnë çdo me menduar që ky do të më majt krizën ton kohë kështu. Por unë për vetë jam optimist në këtë punë që zgjedhjet kanë me prodhu një situatë re, edhe do të ketë një qeveri të re, secila do të ketë kush do të jetë presidenti, se në fakt ne po shkojmë në zgjedhje për presidentin. Ka pak rëndësi. Qara nuk qafet me medalje që do të jetë njëri. Unë besoj që ka pak rëndësi se kush do të jetë presidenti, sepse një koalicion i mundshëm, i koalicionit pas zgjedhjeve, që do të prodhon një situatë re, e zgjidhet çështën e presidentit. Qoftë përmes numrave që i kanë, që mund të jetë presidenti nga një subjekt që bën marrëveshje, ose përmes një propozimi konsensual, por zgjedhja në prill nuk do të ketë prapë. Ajo nuk vjen në konsiderim, kështu që kjo çka ndodh është tash, dhe duhet me pas se cili del rezultati dhe çysh në qytetarët kanë me votu dhe cili ka me qenë verdikti. Në secilin verzion, unë besoj që do të ketë një zgjidhje pas datës, besoj 28 dhjetor kur pritet realisht të mbahen zgjedhjet, edhe pse tash në fund më thonë që 21 dhjetori është data më gjatë që do të vendoset për zgjedhjen nesër. Pse? 21? 21 dhjetori, po nesër. Ti po mendoj që 21 dhjetori do të jetë. Po është informacion që kështu e kam që presidenti do të vendosë për 21 dhjetor, 30 ditë nga dita e nesër. Okej, interesante kjo. Po jo, ka rëndësi megjithatë, sepse